përfaqësuesja e Kosovës në garën Golden Orlando që është mbajtur në Dubrovnik të Kroacisë ka pasur një paraqitje të shkëlqyer. Kemi arritur gjithsej 33 medalje dhe shumë rekorde. Sfidat kanë qenë dhe janë, kemi vështirësi çdo herë dhe nuk mund të themi që është lehtë për të arritur një rekord ose suksese të shkëlqyera si notuesit tanë. Ende mbetet infrastruktura mbetet një prej sfidave kryesore që ne kemi. Na duhet një pishim 50 metra për garat të tilla, për garat të nivelit të lartë. Përkrahja institucionale është shumë e rëndësishme për zhvillimin e sportit edhe sportistave tanë. Ministria, i mbështet federatat me anë të buxhetit dhe thirrjeve për zhvillimin e sportit, edhe gjithashtu ligji për sponsorizim që është shumë i fuqishëm edhe është kyç për zhvillimin e sportistave tanë. Jam ndjesh shumë mirë, u ka një eksperiencë shumë e mirë, sidomos që kom thyer rekordin shtetëror, po ashtu edhe që i kom bërë 680 pikë fina. Pritshmëritë e mia për këtë gara kanë qenë të larta, tu e marr parasysh punën që e kemi bërë edhe kom ndrejt shkot e mia personale në çdo disiplinë dhe kom thyer rekord të Kosovës me 200 metra stil të lirë. Për mua është një ndjesi shumë e mirë me përfaqësu Kosovën sidomos në gara ndërkombëtare, në këtë garën e fortë siç ka qenë gara në Dubrovnik, në Kroaci. Dhe jam ndjesh shumë mirë. Nuk është e lehtë me qenë sportist, do të mi bëj shumë disa sakrifica, por mendoj që ja vlen të gjitha se puna që e bën të shpërblehet.